Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur ditën ton maraton, për të nisur ditën e komentimeve, ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit në fakt nga showbizi shqiptar. Kanë qenë të shumta komentet ditën e djeshme. Tiron komentot çiftin, Tiron flit për Mateon, për Brikenën, kanë bërë lëvizjen e fundit, janë shumë të lumtur bashkë, çfarë po ndodh me to? Dua të bëj pak një retrospektiv që ta kuptojmë të gjithë dinamikën e ngjarjes, se në të vërtet çfarë ka ndodhur. Ju e dini shumë bukur që Brikena dhe Mateo, konkretisht Brikena, disa ditë më parë, do me thënë nuk ka shumë ditë, flasim 2-3 ditë më parë, ka postuar në Instagramin e saj një buket me lule me trëndafila të kuq, një buket zemër goxha e madhe, tepër e bukur, ku në fakt Brikena ishte shtrirë sipër asaj bukete, duke e përqafuar dhe duke i dhuruar dashuri. Kanë qenë të shumta komentet, duke analizuar se kujt mund t'i dhuroj kaq dashuri Brikena, do me thënë nga kush ka ardhur kjo buket, a është një buket që ka mbritur nga fansat, apo është një buket që ka mbritur nga Mateo Bori. Dhe në këtë rast, ne të gjithë do me thënë, ishim të fiksuar që buketa në atë formë dhe një buket e tillë, me patjetër që do të kishte mbërritur nga personi i jetës, nga njeriu që vërtet i dhuron emocione të veçanta Brikenës. Dhe arritëm të kuptojmë që buketa ishte dhuratë nga Mateo Bori, një dhuratë e cila ju bë Brikenës në Shizon Top. Do me thënë në episodin e fundit të Shizon Top, Brikena ishte e ftuar në këtë panel ku Mateo dhe Brikena shijuan momentin dhe Mateo bëri surprizën e bukur kundër drejt Brikenës. Kam besuar, me thënë të drejtën, dhe vazhdoj të besoj në këtë marrëdhënie dashurie, sepse Mateo ka patur gjithmonë romanticitetin, Mateo ka qenë gjithmonë i veçantë në formën e tij, ka dhuruar gjithmonë energji të mirë dhe e ka bërë Brikenën që të jetë gjithmonë e bekuar në formën se si Brikena ka ardhur para të gjithë personazheve të tjerë, do me thënë edhe para të gjithë publikut. Arritëm të kuptojmë që mos prezenca e fotove në përjetet sociale është një mesazh që nga çifti do të vijë diçka shumë e bukur. Dhe realisht erdhi një diçka shumë e bukur nga çifti, unë gjithmonë e kam thënë. Në qoftë se Brikena dhe Mateo, do me thënë kjo është strategjia e tyre, në qoftë se Brikena dhe Mateo nuk postojnë për një periudhë kohore, do me thënë nuk postojnë fotografi, ajo tregon që ato po sjellin një diçka pak më bombastike, po sjellin një diçka pak më pozitive dhe një diçka që vërtet do ta fasionoj të gjithë publikun shqiptar, një diçka që vërtet do ta bëj të gjithë publikun për vete. Dhe realisht, me lëvizjen e fundit, Brikena dhe Mateo edhe një herë dëshmuan që janë të veçantë në formën e tyre dhe vërtet treguan veçanti, sinqerisht, do me thënë mua, më kanë lënë pa tekst, më kanë lënë pa fjalë me atë energjin pozitive që kishin. Themi ne që mimika është treguesi më i qartë i fytyrës së njeriut. Realisht mimika e Mateos edhe Brikenës treguan që raporti i tyre është harmonikisht shumë i lumtur, është raport pozitiv dhe që të dy kanë një marrëdhënie fantastike dhe din t'i dhurojnë energji njëri tjetrit. Do me thënë, unë pash një dyshe, pash një duo që vërtet janë të lumtur dhe janë të gëzuar bashkë. Përqafimi është komentuar shumë, unë e shoh nga ato fansat të cilët nuk janë fansat të çiftit, e komentojnë përqafimin, atë thyerjen e Brikenës
Por unë arrita ta kuptoj do me thënë momenti, besoj që e keni parë edhe ju, Mateo ishte një shkallë më poshtë, e dini shumë bukur se ku është e pozicionuar Juria e Shizon Top, normal Brikena ka qenë në takat larta më e gjatë se Mateo dhe normalisht që të thyeshte, por unë nuk duaj që të kapem të këto pjesët, duaj që ta komentoj një marrëdhënie që vërtet publiku u stresua shumë duke pyetur Tyron çfarë po ndodh me këtë çift, a është gjithçka në rregull, a janë gjërat okay, a funksionojnë gjërat okay, dhe unë arrita ta kuptoj që po, gjërat janë shumë funksionale, çdo gjë është e bukur dhe çdo gjë është në nivelin e duhur, do të thënë, çdo gjë shkon drejt më të mirës. Dhe pash Mateon dhe Brikenën dhe shoh në fakt që janë shumë të lumtur. Çifti ka preferuar që ditën e djeshme të dielën ta kaloj së bashku. Ato kanë qenë bashkë në një nga resortet më të bukura të Shqipërisë, ku kanë patur pak edhe privatësinë në fakt mes njëri tjetrit, ku kanë patur edhe atë qetësinë shpirtërore, por edhe qetësinë e një çiftit. Më pëlqen që kanë nevojë të ndajnë momente bashkë, e shoh që janë shumë të fokusuar tek të ndarit momente bashkë dhe të jetuarit çastet e bukura bashkë, dhe kjo tregon që marrëdhënia është harmonikisht shumë e lumtur, marrëdhënia është shumë pozitive dhe dhurohet vërtet një energji e mirë, një energji me super bagazh të bukur. Do me thënë, tani nga çifti në ditët në vazhdim, përpos romancës, përpos momenteve të bukura, që unë jam i bindur që Mateo nuk do ndalon së bëri për Brikenën, do me thënë, nuk do t'jenë vetëm këto surprizat do t'ketë pa fund për Brikenën, Mateo do t'na dhuroj vërtet edhe energji më pozitive, do t'na dhuroj vërtet edhe gjërat bukura, sepse e dini shumë bukur, po përgatitet një projekt fantastik nga Mateo Bori, i cili në fakt është i ftuar në këtë këngë, për këngën do të flas në vazhdim, njëherë dua të flas vetëm për dashurinë. Andaj, unë kam qenë gjithmonë korrekt, kam qenë gjithmonë i bindur që kjo dashuri është ekzistente, nuk është një dashuri që përdoret për klikime, nuk është një dashuri që përdoret për interesa, por është një dashuri e vërtet, dashuri që vërtet të pasionon edhe të le pa fjalë. Të paktën unë kështu e pash, edhe kështu e shoh. Unë e shoh dashuri shumë të sinqert këtë të Mateos, edhe të Brikenës, dhe një dashuri vërtet me bagazh të mirë. Shpresoj që gjithmonë të gjithë dashurit e të gjithë personazheve publik të jenë në këtë dimension, sepse ku ka më bukur se sa të dashurosh dhe të jesh pranë njeriu që ti e do me gjithë zemër. Dhe unë vërtet e shoh një Mateo që është i dashuruar, dhe unë i kam besuar në fakt kësaj gjëje që në ditën e parë, sepse unë kam parë emocione, kam parë ndjenjë, kam parë dashuri te Mateo Bori. Dua të marr mendimin tuaj, dua të dëgjoj komentin tuaj rreth kësaj dinamike, rreth kësaj ngjarje shumë të bukur, që në fakt është një ngjarje shumë pozitive që mua realisht më ka dhuruar shumë energji të mirë.